Ju përshëndes të gjithëve, mirëserdhet në Ballkan Update, unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Kryeministri Rama i quan ditë e erët Britanisë planin e Mbretërisë Bashkuar për të dërguar në vendet të treta migrantët e kapur në këtë vend. Në një intervistë për The Guardian, Rama thotë se ai e kishte kundërshtuar gjithmonë këtë ide, jo vetëm me Starmer, por edhe me kryeministrat e mëparshëm të Britanisë. Shefi i qeverisë shqiptare shpjegon gjithashtu pse Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje me Italinë për pritjen e emigrantëve. Plani i Mbretërisë së Bashkuar për të dërguar azil kërkuesit e refuzuar në qendrat e kthimit në vendet e treta tregon se Britania pas Brexit është në një vend shumë të errët. Kështu deklaroi kryeministri Edi Rama në një intervistë të dhënë për mediat britanike The Guardian. Sipas tij, kjo kërkesë e Londrës do të kishte qenë e paimagjinueshme 10 vite më parë. Është një nga ato gjëra që 10 vjet më parë thjesht nuk do të kishte qenë e imagjinueshme që Britania të kërkonte vende për të larguar emigrantët. Fakti që sot nuk është thjesht e imagjinueshme, por po ndodh, nuk është për shkak të Keir Starmer ose Rishi Sunak që po bëjnë diçka të jashtëzakonshme. Është për shkak se Britania është në një vend shumë të errët. Kreu i qeverisë tha se kishte refuzuar një kërkesë të tillë nga kryeministri britanik Keir Starmer gjatë vizitës së këtij të fundit në Tiranë, por edhe paraardhësit e tij, ndërsa tregoi dhe arsyeën se pse një marrëveshje e ngjashme është nënshkruar me Italinë. Praktikisht ne jemi një vend i përbërë nga dy vende të pavarura. Italia ka qenë aty për ne në çdo moment të errët dhe situatë të vështirë që nga kur dolëm nga ferri të qenit Koreja e Veriut e Europës. Ne kemi një pikë të dobët për Italinë, kështu që kur Italia na kërkoi diçka ne tham po pikë. Rama foli edhe për ambicien e Shqipërisë që brenda 2027-s të mbyll të gjithë grup kapitujt e integrimit. E gjithë qasja ndaj procesit ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Tani Bashkimi Evropian është shumë i hetur të ecë përpara. Me agresionin rus gjithçka ndryshoi, kështu që në një farë mënyrë edhe Vladimir Putin e bëri këtë. Ai e bëri Europën shumë më të interesuar për bashkimin. Nëse Shqipëria e arrin objektivin për antarësim, Rama thotë se do të ishte momenti i duhur dhe më i mrekullueshëm për të dorëzuar stafetën. Është nënshkruar në fakt edhe nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump vijimi i gjendjes emergjencës për Ballkanin, duke nënvizuar se cilat konsiderohen si vatra të nxehta mes tyre Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Jemi me materialin e përgatitur nga kolegët e mi të Klan Kosovës, konkretisht gazetarja Djelza Berisha, ku kanë folur edhe analist edhe ekspert çështjeve të sigurisë për këtë qendrim. Ballkani Perëndimor, në syrin e shtëpisë së bardhë, ende shihet si rajon jo stabil për sigurinë dhe politikën e jashtme të SBA-s. Për këtë shkak, presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të zgjasë emergjencën kombëtare për një vit më shumë dhe që vazhdon të jetë në fuqi që nga viti 2001. Në njoftimin e tyre thuhet se veprimet e personave që kërcënojnë paqen paraqesin një kërcënim të pazakontë për sigurinë kombëtare në këtë pjesë të Evropës. Ekspertët e sigurisë pohuan se një prej arsyeve të zgjatjes së këtij vendimi është Kosova, e cila mbetet e kërcënuar nga Serbia. Kemi pas dy aktivitete të rënda në aspektin e sigurisë, sulmi terrorist në Banjska dhe sulmi në infrastrukturën, që ka do të thotë se janë prova, janë dëshmi të padiskutueshme të cenimit të sigurisë dhe interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë. Sipas një analisti, rrezikshmëria është akoma më e madhe, pasi edhe Rusia është burim i kësaj direktive destabilizuese. Gjithmonë në Ballkan ka rrezikshmëri të lartë për shpërthimin e situatës, qoftë përmes aksioneve apo akteve terroriste që mund të bëhet nga Serbia, që është një nga vendet më problematike në rajon, qoftë në Kosovë, qoftë edhe në Bosnjë, e pastaj duke parë edhe problematikën e Rusisë. Edhe një gazetar nga Moska pajtohet se Rusia paraqet kërcënim jo vetëm për Kosovën. Këto masa nuk janë drejtuar vetëm në drejtim të Kosovës, por edhe për vatra të ndryshme të rrezikshme në rajon, siç mund të jetë Bosnja, siç mund të jetë Maqedonia. Kjo gjendje emergjencës do trajtoj kërcënimin që sjellin veprimet e atyre që pengojnë zbatimin e marrëveshjes së Daytonit në Bosnjë-Hercegovinë ose rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën.
Ballkani është përmendur shpesh herë nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, edhe gjatë samitit 2 ditor të NATO-s mbajtur në Hag. Ai sërish ka nënvizuar si, po themi, çështje suksesi zgjidhjen e tensioneve përpost të tjerash edhe mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk është hera e parë, është hera e tretë në radhë brenda pak ditëve që presidenti SBA-ve e përmend këtë çështje. Po ashtu në këtë samit u morën vendime shumë të rëndësishme edhe për buxhetin e mbrojtjes dhe pse çështja e sigurisë dhe mbrojtjes kanë arritur në këtë nivel diskutimi. Do të qëndrojmë këtu, kam një komunikim të drejtë për drejtë, Rit Berishën, gazetar nga Prishtina. Rit, të përshëndes, shumë faleminderit që jeni në Ballkan Update. Përshëndetje dhe për ju, faleminderit. Në fakt, do doja ta nisnim me mënyrën se si Trump e ka përmendur jo pak herë gjatë këtyre ditëve në mes të konflikteve në arenën ndërkombëtare, në mes të tensioneve mes Izraelit dhe Iranit, ndër të tjera edhe Kosovën dhe Serbinë. Ai në fillim një deklaratë në Truth Social u shpreh se do ta zgjidhi këtë çështje njësoj siç zgjidhi tensionet mes Kosovës dhe Serbisë. Po nuk është hera e parë që i përmend brenda këtyre ditëve. Ka diçka, ka një interes të shtuar nga ana e administratës Trump për atë se çfarë ndodh mes Kosovës dhe Serbisë, ka një mesazh për rikthimin e palëve në dialog, si keni lexuar ju? Duhet të them se në Kosovë pak kush ka menduar që presidenti SBA-ve Donald Trump do ta përmend Kosovën, do ta vë theksin te nevoja e zgjidhjes së një problemi për cilin Trump ishte angazhuar personalisht vetë qysh në mandatin e parë në marrëveshjen e 4 shtatorit 2020, kur Kosova dhe Serbia në shtëpinë e bardhë arritën marrëveshjen e normalizimit midis tyre, përkatësisht marrëveshje të konfirmuar dhe me presidentin amerikan. Pakush ka arritur të besoj se presidenti SBA-ve do të përpiqet të rikthejë këtë temë në të njëjtën kohë kur bota është trazuar nga konfliktet, nga lufta e paprovokuar e Rusisë kundër Ukrainës, nga konflikti në lufta në lindjen e mesme midis Iranit dhe Izraelit, në fakt që përfundoi për një periudhë 12 ditore në ndodhaninë e presidentit Trump. Duket që Kosovën e ka gjetur të pa përgatitur, të them drejtën, edhe duke marrë parasysh që ish majoranca kjo tani e zotit Kurti që përpiqet të arrijë, nëse arrin të konfirmohet në kuvendin e Kosovës, vendi i kaluar e rrëzoi marrëveshjen e 4 shtatorit të vitit 2020. Tani, si ta them, është problematika, askush nuk e di se ç'duhet të bëj. Asnjëri prej politikanëve nuk janë në Kosovë të parashikueshëm, për thënë drejtën, janë midis ankthit, drojës, panikut dhe mungesës së vizionit se ç'duhet të bëjnë me Kosovën e sotme politike në kuadrin e një procesi njëshëm të dialogut me Serbinë që po vjen nga 2011 atutje me ndërmesimin e Bashkimit Evropian, një dialog që nuk prodhoi rezultat substancial, por zoti Kurti rikthej me vëmendje se pranoi, tha po marrëveshjes franko-gjermane, planit franko-gjermane në Bruxelles, e po kështu e pranoi, thani po edhe planit aneksit të orit për brenda cilit parashihet edhe asociacioni e ku e pranoi, po ashtu edhe draft statutin evropian të propozuar nga BE për asociacionin. Tani kemi kryeministrin kujdestar, kryetarin e partisë më të madhe që doli në zgjedhje, vetëvendosje, i cili graviton ande këtej me deklarata publike duke thënë që kam pranuar, po Serbia nuk i ka nënshkruar. Duket që kjo loja për të konsumuar, për të manifestuar deklarata poshtë për pjetë, po përëndon, po mbyllet ky kapitull i ping-pongut. Nuk e di a do ta si me dhe përfshi në atë shpejt presidenti Trump çështjen e Kosovës dhe Serbisë, a do ta thirrë Kosovën dhe Serbinë në një proces tepër vendimtar ku e nisi vetë Trump në vitin 2020. Nuk e di sa do të bëhet kjo punë në mënyrë të shpejtë, por që do të bëhet nuk ka thuajse asnjë dilemë. Vetë Trump dhe në samitin, në margjinat samitit të NATO-s në Londër dhe e theksoi, ju kujto tha, e kam dalur një konflikt që gati ishte të nisë
përmes Serbisë duke sulmuar Kosovën. Edhe unë tha ndala në kuadrin e meritave që Trump po jep të vetit si për luftën Izrael, si për konfliktin bërthamori në Pakistan, ku i rezervoi të vetit dhe fitore, siç e komplimentoi edhe shefi NATO-s Rute. Po ashtu, në ndërlidhje të këtyre problemeve të mëdha të rëndësishme përmeni Kosovën, duke thënë që unë jam aty për të kujdesur që një problem që ka mbetur në zgjidhje të zgjidhet, të përfundoj, sepse nuk mund të lëm rajonin në si më thon klimën e pasigurisë të atill sa mund të dëmtoj gjithë konceptin ndërtimin e paqes. Rikthejmë po ashtu në vëmendje dhe një deklaratë, kolegët, të presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, ku rastisht nuk e tha në samitin e NATO-s që forca turke janë në veri të Kosovës dhe se nuk do të lejojnë asnjë situatë të pasigurisë, asnjë situatë ku mëton një sulm që mund vijë nga ana e Serbisë sot me të autokratit Vučić. Mesazhet direkte po i çon Aleksandar Vučić, i cili po luan, po vesh ka të mbathur dy kapela, njërën në Rusi dhe njërën në Perëndim, por duke se edhe kjo lojë e tij e lodhur, e molisur, po pretendon është një demagogji e rëndë. Koha është, në gjykimin tim, që lidershipin në Kosovë të mendoj seriozisht për një Kosovë se si duhet të jetë. E sotmja dhe e nesërmja në kuadrin e një procesi të rëndësishëm konsolidimit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Koha është që zoti Kurti të mendoj se si ta bëj exitin, si ta bëj justifikimin, pse i tha jo, pse e rrëzoi. Një marrëveshje të 4 shtatorit në kuvendin e kaluar partia e tij dhe shumica mazhoranca në kuvend. Gjithë një po bën përpjekje, duke dalë me deklarata se do të pranoj të burgosur nga SHBA për të vuajtur dënimin në Kosovë, emigrantë kështu, ku ta diu në situata, po përpiqet të disi në mënyrë se tjetër të barkoj te vëmendja e presidentit Trump. Por ajo që është më rëndësi ta kuptojnë të gjithë. Sot SHBA ka një president shumë vendimarrës, i paparashikueshëm me raste, por Kosova duket që po mjaftohet për të bërë ngarendje të brendshme kush prezon i pari kush tjetrin, për të bërë ngarendje kush merr trofeun e fitores e kush të dorëzimit në këtë situatë gati 5 muaj për sa kohë që po vazhdon bllokimi i kuvendit, ngërçi politike kështu me radhë, duket se as kujt nuk po bën përshtypje kjo. Ndoshta në gjykimin tim edhe ka ndroj të merren në këtë punë, askush nuk po di se si ti ças kësaj pune. Nuk ka Kosova plan, si më thon A, B, C, C, nëse zoti Trump thotë që duhet të rikthehet marrëveshja e normalizimit Kosovë-Serbi. Nëse Trump mendon që dyja vendet kanë ngecur në zbatimin e gati 40 marrëveshje të arritura deri tash në Bruksel. Nëse Trump thotë që Brukseli duket që nuk po imponon vullnet politik për të bindur Kosovën dhe Serbinë që të zbatojnë marrëveshjet, duket që përfshirja e tij do të jetë ultimative, mbase me situata zgjidhje që mund të mos i pëlqejnë as njërës e as tjetrës. Por, e rëndësishme që Kosova më intereson aktualisht jetë e përgatitur para një takimi me presidentin Trump. Mund të ndodhë në gjykimin tim ky takim shumë shpejt, nuk dihet, po të shihet që zoti Trump ka ja probleme kolege në marrëdhënien ndërkombëtare, duke e involvuar Amerikën përmes doktrinës paqe duke imponuar forcën, atëherë Kosova për vlerësimin tim duhet të qenë e gatshme sot, dje, nesër po se po, që t'jap opsione zgjidhje për situatën e Kosovës dhe dialogun me Serbinë. Kosova të paktën nuk dim si do të jetë nesër, po dim si është sot dhe si ka qenë të paktën që pas 9 shkurtit, totalisht e pa përgatitur, pa institucione të reja, pa një qeveri të re, pa një politik të qartë për atë që është
më e rëndësishmja në këtë moment çështjet të politikës së jashtme. Mendoni se Kosova do ta humbasi këtë moment, se duket se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Washingtoni, nuk i lëshon kot deklaratat, nuk i përsërit kot çështjet, e do duhet që të lexohen mirë dhe do duhet që të përgatitet mirë terreni, po aty subjektet politike janë totalisht të hallakatura, thënë kështu në thonjza përballë një situate të tillë. A do ta humbasi Kosova këtë moment? Shiko, në duart të këtyre politikanëve që jem, nuk paraqet lajm asnjë gjë, për thonë drejtën. Kjo ditë politike edhe tash që po kujdestaron duke qeverisë vendin dhe elita dje. Do t'i kurti përkatësisht nuk u selë si burgshtetas në raport me detyrimet që i mori në marrëdhënie ndërkombëtare. Në Bruxelles në orë, në takime ndërkombëtare, po u thoshte po për një proces normalizimi dhe po ateronte në Kosovë, po komunikonte si Ballkanas për të mbushur karburantin me vota aty, por duket që ka përrenduar çdo gjë. Ky lloj politikanëve që e bën shtetin të jetë i pabesueshëm, i paparashikueshëm në marrëdhënie ndërkombëtare, i shkaktoi Kosovës dëme të konsiderueshme. Këtu në Kosovë dhe mbështetësit e tij mund të mos i akceptojnë sot këto dëme si të tilla. Kosova sot është në masa ndëshkuese. Pasojat do të kuptohen se më kot në Kosova sot është në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Zotit Kurti dhe mbështetësve të tij, me duhet ta them hapur, gati se fare nuk ju bën përshtypje kjo punë, fare. E ka injektuar ligjërimin e sovranizmit të rëm të mbështetësit e tij, duke e ideuar një Kosovë gati se administron, zotron dhe bomba përthamore. Imagjino, në çfarë gjendje të mjerueshme është habitati i mendësisë aktuale të këtyre njerëzve. Domethënë, me miq që ka ecur Kosova deri tani, po ata miq që kanë vendosur Kosovë sankcione, jo rastisht, ndoshta edhe pa të drejtë, por jo rastisht. Dhe as kujt nuk i bën përshtypje kjo, Kosova nuk arriti të arkëtojë mbi 800 milion euro. Nga Bashkimi Evropian po humbet shumë çka, dhe në fakt jo më kot partnerët ndërkombëtar kanë bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme për të pasur përballë një partner të qëndrueshëm, një partner të besueshëm. Diplomacia ka funksionuar gjithmonë e do duhet lexohet mirë ndër rreshta. Rid të falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë me Ballkan Update. Shkurt veç edhe një sekond, lutem me lejo. Patjetër, po. Ajo që është e rëndësishme ta theksojmë se NATO-ja, vendet aleatet NATO-s, SBA-t, Britania, sidomos SBA dhe Britania dhe Turqia, kanë ngrit alarmin maksimal për ta mobilizuar NATO në Kosovë, nga një sulm i mundshëm që Kosovës mund t'i vije, nga forcat ushtarake, para ushtarake të cilat në Serbi mund t'jenë në kontrollin rus. Betejë këtu po bëhet se ti ta heq SBA dhe me alat Serbin nga orbita e kontrollit e ndikimit rus. Në Kosovë, duket që kjo punë po kalon me kollajllëk, nuk janë të vëmendshëm. Parët dhe çfarë po ndodh. Ne kemi mbetur të bunkerizuar me debatet e kota, kush po e bën kuvendin, kush mund ta bëjë qeverinë. Kosova politike sot është rrëfimi pa përfunduar në marrëdhënie ndërkombëtare dhe kujt po i bën përshtypje kjo. Qëllimi i madh është ky. Nuk duhet të jetë kështu. Falenderoj shumë Rid. Përshëndes. Lutem. Ka një tjetër situatë, po me tensione në Serbi, sepse studentët aty kanë vendosur ultimatum qeverisë që ata të shkojnë në zgjedhjet parakoshme ose të marrin vendimin për zgjedhjet parakoshme brenda 48 orëve deri me 28 qershor. Ultimatumi kanë vendosur studentët serb qeverisë së tyre. Nëse vendi nuk shpall zgjedhjet parakoshme parlamentare deri në mbrëmjen e 28 qershorit, atëherë ata do të marrin të gjithë masat për mosbindje civile.
Kërkesa është artikuluar në një letër të hapur publikuar në mediat sociale, përmes së cilës kërkojnë t'i dorëzojë një propozim presidentit për të shpërndarë parlamentin me qëllim thirrjen e zgjedhjeve të parakohshme. Paralajmërimi erdhi përpara tubimit në Beograd që do të mbahet në të njëjtën datë. Kërkesa e dytë e studentëve është ndërprerja e protestës në qendër të Beogradit, ku kundërshtarët e studentëve protestues, të cilët e cilësojnë veten si studentë që duan të mësojnë, kanë ngritur kampe prej 3 muajsh. Ata janë vizituar disa herë nga vetë presidenti serb Aleksandar Vučić dhe janë mbështetur edhe nga serb nga Kosova përfshirë anëtar të listës serbe. Një grup i studentëve protestues që nga fundi nëntorit vitit kaluar kanë bllokuar shumicën e universiteteve shtetërore në Serbi, duke shprehur pakënaqësi me situatën sociopolitike në këtë vend pas aksidentit në stacionin hekurudhor në Novi Sad, ku humbën jetën 16 persona. Që nga maj, kërkesa kryesore e studentëve në blokad është thirrja e zgjedhjeve të parakohshme, në mënyrë që qeveria e re të mund të punojë për përmbushjen e kërkesave të tyre të mëparshme. Regjimi ka treguar se nuk ka më kapacitet për ta udhëhequr vendin përmes krizës më të madhe sociopolitike në dekadat e fundit, shprehen studentët. Protesta e fundit e madhe organizuar nga studentët u mbajt më 15 mars. Qeveria serbe, e udhëhequr nga kryeministri Miloš Vučević, ra në fund të janarit të këtij viti, ndërsa qeveria e re udhëhequr nga Gjuro Macud u zgjodh në mes të prillit, po përtej këtyre lëvizjeve, Vučić nuk ka treguar në asnjë moment asnjë shenjë për tërheqje nga pushteti. Duket se autoritetet në Greqi kanë gjetur autorin që ka shkaktuar të gjithë situatën me zjarrin në ishullin grek të Kios. Një grua me origjinë nga Gjeorgjia, e punësuar si pastruese në ishullin grek të Kiosit, do të dalë para gjykatës për të përballur me akuza për zjarrvënie të pavullnetshme. Sipas autoriteteve greke, gruaja ka pranuar se ka hedhur në mënyrë të pakujdesshme një cigare të ndezur, e cila dyshohet se ka shkaktuar njërin nga 5 vatrat e zjarrit që kanë përfshirë ishullin ditët e fundit. Zëvendës drejtori i zjarrfiksve në Kios tha për mediat ndërkombëtare se gruaja ndodhet në qeli dhe do t'i jap dëshminë e saj përpara prokurorëve të premte. Ai u kap në flagrancë dhe pranoi se kishte hedhur cigaren që ndezi njërin nga 5 vatrat aktive, tha ai. Dëshmitar okular konfirmuan gjithashtu incidentin, duke shtuar pesh në hetimet që po zhvillohen. Megjithse ky rast po trajtohet si një zjarr i shkaktuar nga pakujdesia, autoritetet po hetojnë mundësinë që disa nga vatrat e tjera të janë vënë qëllimisht, pasi është e vështirë të shpjegohet përhapja e tyre në zona kaq të ndryshme në të njëjtën kohë pa ndërhyrje njerëzore. Që nga dita e diel, mbi 400 zjarrfikës të ndihmuar nga avion që hedhin ujë dhe qindra vullnetar po luftojnë për të vënë në kontroll flakët në Kios. Janë evakuuar 10 rafshatra, ndërsa qeveria ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në ishull. Deri më tani rreth 40.000 hektar janë ndjegur. Autoritetet nuk kanë dhënë ende një shifër të saktë për numrin e turistëve që ndodheshin në Kios në momentin e shpërthimit të zjarreve. Më 22 qershor, Greqia, një nga vendet më të prekura nga ndryshimet klimatike në MSD, po përballet me një rritje të ndjeshme të zjarreve pyjore vitet e fundit, për shkak të temperaturave të larta dhe kushteve gjithnjë më të thata. Aktualisht, vendi po kalon valën e parë të nxehtit për këtë verë, me temperaturat që pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius në ditët në vijim. Përballë kësaj situate, qeveria qendrore ka shpërsuar dënimet për zjarrvënie dhe krime mjedisore. Kodi penal parashikon burgim deri në 20 vjet dhe gjoba deri në 200.000 euro për zjarrvënie të qëllimshme. Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj kanë qenë në Vlorë. Familja Trump-Kushner ka vizituar sërish Vlorën. Vajza e presidentit amerikan, Ivanka Trump, dhe bashkëshorti i saj, investitori Jared Kushner, janë fotografuar në qytetin bregdetar ku kanë konsumuar edhe vaktin e darkës. Mbi 100 forca kanë qenë në gatishmëri duke survejuar zonën. Pas darkës, kanë bërë foto në perëndimin e diellit në sfond. Janë larguar sërish me mjet lundrues drejt ishullit të Sezanit për një vizitë inspektuese. Kompania e përfaqësuar nga Jared Kushner ka fituar titullin investitor strategjik për të zhvilluar ishullin në një resort luksos. Projekti me një vlerë të parashikuar investimi për 1.4 miliard eurosh synon ndërtimin e një marine turistike, rezidencash elitare, zonë gastronomike dhe akomodimi
dhe një sipërfaqe prej 45 hektarësh në 8% të ishullit. Projektet financohen nga kompania e investimeve e Kushner, Affinity Partners, e cila mbështetet në fondet nga qeveria e Arabisë Saudite. Pas qëndrimit në territorin shqiptar, Ivanka Trump, Jared Kushner dhe fëmijët e tyre u nisën drejt Venecias, ku janë të ftuar në dasmën e miliarderit Jeff Bezos me të fejuaren e tij, gazetaren e njohur Lauren Sanchez. Jemi në fund Balkan Update, ju rikujtoj si gjithmonë në adresën tonë zyrtare të webit abc.news.al, ku mund të klikoni në çdo kohë, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, ndajemi këtu.